Nëse ke punë, ke para, dhe me para jetohet çdo kund bukur, edhe jashtë edhe tek ne. Për mua është gjithçka, nëse ke punë, nëse punon diçka, je e lumtur. Ja, unë do të kisha thënë, nëse çdo grua punon, ka financën e vet dhe do të jetë shumë e lumtur. A shfrytëzim kjo? Pa, shfrytëzim ndaj burrit. Ajo është shfrytëzim. Dhe dikush e shef bashkëshortin ose bashkëjetuesin, e shef si para. Nëse ka para, okay, nëse s'ka, si e për. Po kalon? Shumë mirë. Ka punamini? Nga Struga. Nga Struga, si e kemi Po, Strugën? shumë bukur, shumë mirë. Jetoni Struga apo jashtë gjykon? Jo jashtë, po kemi miq gjerman. Atje. Miq gjerman, ne jetojmë në Strugë. Ajo, jetoni në Në Strugë? Strugë kemi miq gjerman. Ai keni miq gjerman? Po. I mbani këtë shoqëri? Po. Sa vite keni? 30 vjet. Po. Si jeni njohur me ta? Bashkëshorti im ka qenë në Gjermani, ka qenë në shkollë, ka bashkëpunu me ta, ka punu dhe e mbaj miqësinë. Sa dërim medicinë. E ti s'ke shkuar në Gjermani apo? Po, dhe unë kam qenë. A ki qenë? Po, Ka 4 qenë vjet. Bashkë me bashkë? Po, bashkë. Super. Punon në Strugë. A punon në Strugë? Po. A ka qenë vendim i vështirë kur morë vendimin mu kthyer edhe një herë vendimje? Pak, po, se koha ishte atërës më zartë për të jetuar. Mirë po me privatësin, punën private, mirë jetojmë. Keni biznes tuaj? Po, burri im është teknik dhëmësh. A teknik dhëmësh ju? Edhe unë bashkë me atë punoj. Ndihmoni sa mirë. Po, ndihmoj. Sot a jeni peshman që keni shumë vendin ku keni qenë, që keni ardhur vendin tuaj? Jo. Shumë mirë jetojmë. Dhe fëmijët e mi po ashtu shkojnë në studime, studiojnë, vajza është në Shkup, mjekësi, djalin Tetov. Dhe jetën e kemi shumë mirë. A do të kushtat bukuron jetën? Puna. Puna. Nëse punon, është çdo gjë në rregull. Dhe gjitha. Dhe nëse ke punë, ke para, dhe me para jetohet çdo kund bukur, mirë. Edhe jashtë edhe tek ne. A mund të ndjehesh i lumtur pa para? Po, edhe pa para. Ama për mua është gjithçka, nëse ke punë, nëse punon diçka, je e lumtur. Se nëse nuk punon, nuk je e lumtur. Ajo është mbi gjitha. Sa granë të lumtur edhe pse nuk punojnë, mbaren prej dikujt ose prej bashkëshortave. Jo, unë do të kisha thënë, nëse çdo grua punon, ka financën e vet dhe do të jetë shumë e lumtur. Do çdo kush gjej ndonjë punë, punoj. A duhet gratë të mbaren prej burra? Jo, unë jam kundra. Se nëse shkon ose duhet të mësoj më tepër, shkoj në studime dhe të ketë punën e vet dhe fitimet e veta. Po pra, gratë që harxojnë shumë, edhe vet nuk ja dalën, domethënë nuk punojnë. Si e sheh? A shfrytëzim kjo? Pa, shfrytëzim ndaj burrit. Ajo është shfrytëzim. Dhe dikush e shef bashkëshortin ose bashkëjetuesin, e shef si para. Nëse ka para, okay, nëse s'ka, si e për mua. Si do të them? Sa u bë ky interes mes çifteve kështu? Si e sheh? E po, luksi tepërt. Shkojnë ndaj luksit. Nëse ka shumë luks, shohin në Evropë shumë luks dhe prandaj është ajo. Çka kështu ka të grave një mesazh? Mësoni, të gjithë vajzat e reja, shkojnë në shkollë, mësojnë, të edukohen nga prindrit dhe të bëjnë dikush në jetë. Kjo është për gjithë vajzat e për gjithë gratë. Dore më të mira, ne bëjmë fala shumë Strugës. Faleminderit.